Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Pini një gotë nga kjo në ditë, forconi kocka, gjunjë dhe largoni dhimbjen e tyre. Me kalimin e kohës, përfundimisht të gjithë përballen me dhimbje të ndryshme dhe një prej tyre janë problemet me kockat dhe kyçet, por ne kemi disa këshilla për të ndarë me ju. Ndaj mundet që të ruani qetësinë. Dhimbjet e kockave dhe të kyçeve nuk janë një dhimbje e zakonshme, kështu që ata të cilët tashmë e kanë përjetuar ndjesinë e asaj dhimbje e dinë se kjo është pak a shumë një makth. Në disa raste duhet të dini se njerëzit nuk janë në gjendje as të ecin dhe as të ulen. A e dini se gjunjët mbështesin më shumë se 80% të peshës totale të trupit? Për këtë arsye duhet të bëni shumë kujdes me gjunjët dhe për t'ju ardhur në ndihmë, ne do t'ju tregojmë këtë recetë fantastike e cila mund të përgatitet në shtëpi. Është më e kërkuara dhe mund t'i thotë lam të mirë dhimbjeve të kockave. Gatuajeni tërshërën siç ju e gatuani normalisht. Shtoni aty ujë të nxehtë dhe lëreni që të ftohet paksa. Merrni ananasin dhe priteni. Shtypini copat në mënyrë që të merrni lëngun. Ndërkohë mund të filloni të përzini në makineri smoothie, mjaltin, ujin, kanellën, bajamet së bashku me lëngun e portokallit. Nëse keni probleme me kockat, atëherë provoni kurën me vaj ulliri dhe krip. Dhimbjet e kockave po kthehen në një problem shëndetësor shumë i përhapur kudo, edhe në Shqipëri. Kjo ndodh edhe sepse njerëzit nuk kanë shumë kohë për aktivitet fizik, ndërkohë që jetëgjatësia e tyre është rritur. Për këtë arsye, ne do t'ju tregojmë se njerëzit të cilët jetojnë për një kohë më të gjatë rrjedhimisht kanë edhe dobësim të kockave, por siç e përmendëm në fillim, ekzistojnë disa mënyra natyrale të cilat vërtet do t'ju vinë juve në ndihmë për të shëruar një herë e mirë dhimbjen e kockave. Në përgjithësi, njerëzit kërkojnë ndihmën e medikamenteve qetësuese, por shpesh kur këto ilaçe pihen me tepri, janë të dëmshme për stomakun dhe për mëlçin. Natyra nga ana tjetër na ka dhënë shumë burime të rëndësishme kundër dhimbjeve të cilat nuk i dëmtojnë organet e tjera. Në këtë video ju do të mësoni për një trajtim shumë të fuqishëm kundër dhimbjeve të kyçeve, i cili bazohet sigurisht në përdorimin e kripës dhe të vajit. Vlerat e vajit të ullirit. Vaji i ullirit është i pasur me polifenol, të cilët shërbejnë si antioksidant, dhe në momentin që ky lëng i artë bie në kontakt me organizmin, ai ngadalson plakjen e qelizave. Kjo do të thotë që dhimbjes tuaj i duhet akoma edhe më shumë kohë për të shfaqur. Vaji i ullirit përmban edhe substanca të cilat parandalojnë aktivizimin e inflamacionit. Vaji i ullirit gjithashtu rregullon qarkullimin e gjakut, që rrjedhimisht mban organet tuaja sa më të shëndetshme. Vlerat e kripës së detit. Trajtimi me vaj ulliri dhe me kripë deti sigurisht ofron përfitime të jashtëzakonshme. Kripa e detit përmban magnezë, e cila forcon edhe indet tuaja. Mineralet të cilët gjenden tek kripa janë shumë të mira për sistemin tuaj imunitar dhe për shërimin e kockave dhe të muskujve. Sikur të mos mjaftonte kjo, kripa e detit përmirëson qarkullimin e gjakut dhe njëkohësisht ajo eliminon edhe sasitë e tepërta të sodiumit në gjak, duke ulur nivelet e tij dhe tensionin e tij. Kura me vaj dhe krip për dhimbjet e kockave. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një gotë me ujë, 20 lugë gjelle vaj ulliri dhe 10 lugë gjelle me krip deti. Përdorimi i kurës me krip dhe vaj ulliri në kushte shtëpie. Shtoni vajin e ullirit dhe kripën në ujë dhe përzini së bashku.
Masën e përftuar ju më pas përdoreni për të masazhuar zonën ku ju keni dhimbje për rreth 3 minuta. Masazhi fillestar duhet që të zgjas 3 minuta dhe ju duhet të arrini më vonë që të masazhoni zonën e prekur për 10 deri në 20 minuta. Kjo kur duhet aplikuar për 10 ditë me radhë. Rezultatet do të jenë të shpejta dhe njëkohësisht afatgjata. Ju do të shikoni që do të mund të lëvizni më lehtë dhe dhimbja juaj do të zbutet ndjeshëm sa hapen mbyll syt. Po ashtu, nëpërmjet këtij masazhi qelizat tuaja do të rigjallërohen. Qarkullimi i gjakut do të jetë më i mirë dhe sistemi imunitar më i fortë. Në disa raste mund të vëreni që lëkura juaj mund të skuqet. Kundër skuqjes mund të përdorni një peshqir me ujë të ngrohtë dhe më pas pak pudër. Ne ju këshillojmë që ta provoni këtë kur. Nuk keni asgjë për të humbur, përkundrazi mundet që të përfitoni sa më shumë. Dhimbjet e kyçeve, nyjeve dhe kockave kanë një ndikim të fortë në lëvizshmërinë e njeriut. Këto dhimbje shkaktohen si pasojë e shumë problemeve dhe gjithashtu lëndimeve fizike, por mund të nxisin edhe sëmundje të tjera si osteoartriti, reumatizma e të tjerë. Si të minimizoni dhimbjet e kockave dhe kyçeve? Aktiviteti fizik. Aktiviteti fizik mundëson lëvizjen e kyçeve, nyjeve dhe kockave. Nëpërmjet tij muskujt tuaj do të bëhen më të fortë dhe më pak të ndikuara nga inflamacioni. Për më tepër aktiviteti fizik ndihmon edhe në elasticitetin e kyçeve dhe nyjeve dhe gjithashtu ai largon dhimbjet. Ushqimet e duhura. Ekspertët rekomandojnë konsumin e sa më shumë ushqimeve të cilët janë të pasur me acide yndyrore omega 3. Këtu përfshihen fara chia, arrat, vaj ullirit, fruta dhe perime, të cilat ndër të tjera janë të pasura edhe me antioksidant. Këto ushqime ju ndihmojnë jo vetëm që të humbisni në peshë, por edhe të zbusni dhimbjet. Vaji i ullirit. Vajin e ullirit ju gjithashtu mundet që ta përdorni për të masazhuar kyçet dhe nyjet 2 herë në ditë. Ekspertët gjithashtu rekomandojnë konsumin e një luge gjysmë me vaj ulliri në ditë, një sasi që ka të njëjtin ndikim si ibuprofeni. Suplementët. Përveç ushqyerjes së duhur, ekspertët rekomandojnë konsumin e suplementeve të ndryshëm që mbështesin kockat, nyjet, kyçet dhe muskujt. Ndër suplementët më të mirë veçojmë vitaminën D, kalciumin dhe magnezin. Këto suplement mineralesh dhe vitaminash janë të rëndësishëm sepse ushqejnë dhe fuqizojnë kockat dhe kyçet. Përpos kockave, këto suplement janë të rëndësishëm edhe për organe të tjera siç janë truri, zemra, stomaku dhe mëlçia. Ekspertët nënvizojnë rëndësinë e konsultave mjekësore përpara shfrytëzimit të çdo kure natyrale ose me suplement. Mjeku gjithashtu duhet të jetë fort i informuar për çdo ndryshim në nivelin e dhimbjes dhe ndikimin e saj gjithashtu në lëvizshmërinë e organizmit. Gjithmonë duhet të dini se nëse kjo gjendje juaja është kronike dhe dhimbjet nuk po zbuten me kalimin e kohës, e gjitha çfarë ju duhet të bëni është që menjëherë duhet të shkoni tek mjeku. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.